Liçeni i Seferanit, një perlë natyrore e Dumres, ndodhet pranë fshatit Seferan dhe quhet për origjinën e tij karstike. Ai është formuar nga bashkimi i disa hinkave karstike të mbushura me ujë, një proces natyror indikuar nga veprimi i karstit në gipsin e Dumres. Me një sipërfaqe prej 87.5 hektarësh dhe një thellësi maksimale prej 20.8 metrash, ky liçen përfaqëson një ekosistem të pasur me biodiversitet dhe ka rëndësi të veçantë shkencore, gjeologjike dhe hidrologjike. Përveç vlerës së tij natyrore dhe shkencore, liçeni i Seferanit është gjithashtu një destinacion i njohur turistik. Një element që e bën dhe më tërheqës këtë vend është statuja e Afroditës, e vendosur pranë liçenit, e cila lidhet me legjenda dhe gojdhëna të lashtësisë. Kjo shton vlerën kulturore dhe artistike të zonës, duke tërhequr vizitorë të interesuar për trashëgiminë historike dhe natyrore. Në bregun e liçenit është ndërtuar bujtina Zejtaria, një vend ku turistët vendas dhe të huaj mund të shijojnë natyrën e qetë dhe kulinarinë tradicionale të zonës. Monumenti i Kalit, i vendosur brenda kësaj bujtine, simbolizon forcën dhe lidhjen e legjendës së Afroditës me këtë treft të pasur historike. Kamera e televizionit Apollon vizitoi këtë destinacion turistik, ku zhvilloi një bisedë me shefin e kuzhinës, zotin Sokol Kasa. Ai ndau rrugëtimin e tij nga emigracioni në ndërtimin e një biznesi familjar, tashmë të njohur për mikpritjen dhe gatimet tradicionale. Zejtaria ofron një eksperiencë unike turistike gjatë gjithë vitit, duke promovuar jo vetëm bukuritë natyrore të Dumres dhe 84 liçeneve të saj, por edhe pasurinë kulturore dhe gastronomike të zonës. Ju jeni një nga njerëzit që keni ngritur një bujtinë dhe një restoran në buzë të liçenit të Seferës dhe këtu ku është legjenda e Afroditës. Ju falenderoj për mirëseardhjen. Kjo fjalë është si për ju, po ne këtë e shprehim tek bujtina jonë gjithmonë kur turistët dhe tuajt na vinë këtu që na respektojnë. Unë kam jetuar për 20 vitesh në emigrim, duke nejtur gjatë atje në disa vende turistike, duke marrë një eksperiencë atje. Pastaj vendi këtu, potencialet që kishte zona jonë, një vend shumë i mrekullueshëm, natyra, liçenet, toka produse që jep shumë shërbime të ndryshme, më bëri që të ngritë bujtinë në Sefera, në buzën e liçenit të Seferanit. Dhe pas viti 7 që ne vazhdojmë me këto gatesa tradicionale siç i kemi përgatitur disa sot, që të huajt edhe shqiptarët që njohin më së miri këto gatesa tradicionale, neli shumë të kënaqur nga ushqimet tradicionale që ne ofrojmë. Çdo punë ka mundit e sakrificën e vet. E fillum në fillim, siç e di dhe banorët këtu, me përpjekje duke bërë diçka të vogël, koha po ndryshonte, pak nga pak edhe turist huaj, është viti 3 që vetë se shtoa. Kjo na inkurajoi që ne të vazhdojmë përtej këtyre duke bërë restorantin edhe bujtinat në vazhdim. Kush është pjata më e preferuar për turistët e huaj dhe vendas që kërkojnë në kuzhinën tuaj kur ata vinë dhe shikojnë përveç se sodisin liçenin e bukur të Afroditës dhe Seferit? Në fillim ne prezantojmë sofrën e Mulexhiut që përfshin byrekun, në të cilën e byrekun e bëjmë. Si kishte emri sopa të lutem? Sofra e Mulexhiut, që është antipas nga të parat, përfshin ka byrek, ajtur, 4 lloj djatrash me pak reçel shpije, që është zona që ne bëjmë vetë, perimet e zgarës, përgesa tradicionale, këto janë shumë të mira që ata i pëlqejnë. Liçeni i Seferanit dhe bujtina Zejtaria vazhdojnë të jenë një nga destinacionet më të preferuara për pushime dhe eksplorim natyror, duke ofruar një kombinim të përsosur mes qetësisë, historisë dhe traditës shqiptare.